Hoç, si ta mbron muslimani veten e tij nga dënimi I zjarrit? Padyshim se forma më e mirë që njeriu besimtar të mbron veten nga dënimi I zjarrit është besimi, imani dhe punët e imanit. Kur gjatë tjetër. Allahu akbar. Me mbrojt veten nga dënimi I zjarrit, atëherë përvjeli krahët që shtojnë Po. populli, edhe jep jo atinve çka Allahu të ka obligu me ta, edhe largohu nga ato gjëra çka Allahu të ka ndalu nga ta. Shumë lehtë është. Po çdo sen që Allahu ka obligu me ta, është në të mirë dhe në favor të njeriut, të besimtarit, do thotë për dy botrat. Inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Vërtet namazi ndalon nga gjanat, nga dukurit e shëmtuara. Tash, shembull, ai që fal namaz dhe njerëzit e dinë që fal namaz, edhe ai nuk ka shëmundshme që shkon të bën një punë të ligë. Po. Se ai kanë flasin njerëzit, edhe fal namaz edhe bën këtë ligë. Shpesh. Po namazi është shkak që njeriu e mbron. Andaj krejt obligimet. Hoç, më fal që po ndërhiq të, pak janë ata që falin namaz edhe bëjnë punë të këqija. Mirë po e kam vërejt, këto që nuk falin namaz, to antifetarët, e cekin shpesh këtë muhabet. Çka I bën 100 zeze e fal namaz. Po kjo është dobësi e atyre besimtarëve musliman që fal namaz edhe nga ana tjetër. Po. E parat jep shkas me fol. Po që njerëzit tjerë armiqt flasin edhe ti përdorin këto shprehje apo këto muhabete. Do më thonë kjo parafërsisht ishte... Do më thonë ka shumë punë tjera që njeriun, do thotë, e mbron nga dënimi I zjarrit. Sjellja e mirë, edukata e mirë, sjellja e mirë ndaj prindërve, sjellja e mirë me jetimet, krejt punë të hajrit që mund t'i bën njeriu, do thotë janë punë dhe vepra të cilat njeriu, do thotë, e drejtojnë drejt xhennetit dhe e mbrojnë nga dënimi I zjarrit. Atëherë që e përmenda innal ladhina amanu wa amilus salihati. Vërtet, ata që kanë besu dhe kanë punu punë të mira, Allahu në shumë ajete që e ka përmend kështu në këtë fond, vërtet ata që kanë besu, që I kanë ra iman Allahut. Po me atë iman, do thotë imanit ja kanë bashkangjit punë të mira. Allahu tregon se çka ka përgatit për ata nga shpërblimet e tij e ditën e gjykimit. E punë të mira janë shumë, që nuk mund të numërohen. Tash, punë të mira, thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam, thotë që imani është 70 e disa lloje, shkallë, ta thush. Do thotë ma e larta, ma me vlerë, ma e shmuar. Dhe e para është dëshmosh se nuk ka zot tjetër përpas Allahut. E fundit atje të largosh një pengesë nga rruga që ju pengon njerëzve. Shiko, jo ti me hull pengesa. Sa neve, kur dalish në për vendet tona, në trotuar. Ka mos, vallahi, ju në qytet, po ka në për fshatra shka, do thot, kur I shohish sa bërlogi, sa sendet, sa katastrofa. Kur ti këshirsh musliman të iman ato. Po, kushtet janë asisoj, shka nuk ju krijohen kushte që njerëzit në thot të jetojnë jetën pa bon asi gjana apo pa pas asi dukuri. Allah I na bof për ative që e mbrojnë vetën nga zjarri. Amin.